Bashkimi Evropian e konsideron si një projekt ambicios synimin e mbylljes së kapitujve negociues deri në vitin 2027 dhe antarësimin deri në vitin 2030 në BE. Ambasadori Silvio Gonzato theksoi se krahas këtij synimi do të duhet të ruhet jo vetëm ritmi i reformave, por dhe zbatimi i tyre. Reformat që kanë të bëjnë me BE-n duhet të jenë të përgatitura mirë dhe të vijnë në zbatim tërësisht. Miratimi i legjislacionit duhet të jetë krah për krah me mbikëqyrje nga kuvendi, me pjesëmarrjen publike dhe me transparencën. Reformat që kanë të bëjnë me integrimin në BE ndikojnë në jetën e çdo qytetari. Krahas kësaj, shefi i delegacionit të BE-s në vendin tonë theksoi se projekti për fuqizimin e kuvendit synon ndër të tjera dhe nxitje të dialogut ndërpartijak, ku ndal edhe tek dakordësia për rregulloren e kuvendit. Kjo qasje konstruktive është shumë e rëndësishme për legitimitetin, sepse institucionet demokratike nuk funksionojnë vetëm me pjesëmarrjen e mazhorancës në votim. Nga ana tjetër, kryeparlamentari Niko Peleshi theksoi rëndësinë e projektit për rritjen e rolit të kuvendit në procesin e integrimit lançuar këtë të martë. Her pas here marrim shqetësime apo ankesa nga grupe parlamentare për mungesën e informacionit të nevojshëm dhe të mjaftueshëm lidhur me procesin e integrimit. Kur është çështje e mungesës vullnetit politik, ka pak për të thënë, por nuk është ky rasti, besoj. Përfaqësuesja demokrate Jorida Tabaku nuk e la pa përgjigje kryeparlamentarin Peleshi. Kur flisni për gjithëpërfshirje, për transparencë, për përfshirje të opozitës, kjo nuk bëhet nga minoranca, kjo bëhet nga majoranca. U ndal dhe tek disa problematika që sipas saj pengojnë procesin e integrimit, por dhe gjithëpërfshirjen në rrugën drejt BE-s. Dhe miratimi i ligjeve me shpejtësi, pa konsensus, pa debat, pa gjithëpërfshirje, miratimi i ligjeve për një periudhë të shkurtër kohore, mos publikimi i pozicioneve negociuese i listës ligjeve, nuk besoj që ndihmojnë këtë proces. E sa i takon miratimit me shpejtësi të ligjeve përafruese me BE-n, Peleshi pati një shpjegim. Dua ta theksoj të nuk nënkupton eliminimin e debatit, diskutimit, shqyrtimit në komisione, përveç se shkurton kohën e qëndrimit të një projekt ligji në parlament dhe pastaj procedura e miratimit të ligjit është e njëjtë për gjithë ligjet e tjera. Por, siç e thash,